Në zonën e Moglicës, në Bashkinë Maliq, një urë e dëmtuar rënd vijon të përdoret nga banorët pavarësisht rrezikut serioz për jetën e tyre. Ura e Gjinikasit, që lidh fshatin me rrugën kryesore, është shembur pjesërisht pak kohë më parë, duke bërë të pamundur qarkullimin e automjeteve. Në mungesë të ndërhyrjes institucionale, banorët kanë improvizuar kalimin duke vendosur trar druri dhe element metalik për të kaluar në këmbë. Si i pasojë e dëmtimit të kësaj ure, banorët detyrohen të ecin për orë të tëra për të arritur mbanesat e tyre, duke u përballuar çdo ditë me vështirësi dhe rrezik të vazhdueshëm. Burime nga Bashkia Maliq, që folën jashtë kamerave, pranuan problemin dhe bën të ditur se janë në komunikim me Devol Hydropower, e cila ka premtuar ndërhyrjen për riparimin e urës. Deri në realizimin e këtij premtimi, 10 banorë të zonës mbeten të detyruar të përdorin urën e improvizuar, duke rrezikuar seriozisht jetët e tyre çdo ditë.